Krishtlindjet janë një moment i rëndësishëm mirëkuptimi, festa ku duhet të falim sa më shumë dashuri dhe mirësi. Kisha Ortodokse Vlorës dhe selia e saj janë vizituar në këtë ditë edhe nga ish drejtues të institucioneve të rëndësishme në Vlorë dhe në nivel qendror, si dhe nga ish deputet. Ish deputetja e Vlorës, Vilma Bello, tha se kjo është një ditë që na fton të ndalemi, të mendojmë dhe të duam të gjithë njerëzit tanë dhe jo vetëm. Gëzuar Krishtlindje të gjithë besimtarëve të krishterë është një ditë shumë e bukur sot, edhe është një ditë që na fton të gjithëve të ndalemi, të mendojmë, të duam familjet tona rreth parë, të afërmit, miqt dhe për të uruar gjithë mirësinë dhe shëndetin. Gëzuar. Ish nënkryetari i Bashkisë së Vlorës, Arqile Mishtaku, tha se Krishtlindjet janë një ditë hareje, bashkimi dhe vëllazërimi, paqe dhe begatije. Sot në këtë ditë shënuar, uroj të gjithë qytetarët e Vlorës, veçanti komunitetin kristian, gëzuar Krishtlindjet, vitin mbar, mbarësi për të gjithë, le të jetë një vit për gjithë qytetarët e Vlorës, një vit gëzimi, are, bashkimi, vëllazërimi, paqe dhe begati për 2026. Uroj të gjithë komunitetin, mediat, gjithë grupet sociale gëzuar vitin e ri 2026. I pranishëm në pritjet e shtruara nga komuniteti ortodoks në Vlorë, ishte edhe ish prefekti i qarkut të Vlorës, Flamur Mamaj. Mamaj ka shprehur urimet e tij më të përzemërta për këtë festë të rëndësishme dhe këtë ditë të bardhë të Krishtlindjeve. Kisha Ortodokse e Vlorës u vizitua këtë të enjte edhe nga ish prefekti i Gjirokastrës, Astrid Aliaj, që përcolli urimet më të mira. Unë quhem Konstantin, kështu që falenderoj që Zotin. Urojmë që këtë ditë të jetë një ditë e mbarë për të gjithë qytetarët, kudo në mbarë, jo vetëm për të krishterët, por për gjithë popullin shqiptar, dhe është një ditë më të bukura. Faleminderit. Besimtarët e krishterë janë uruar për Krishtlindje edhe nga drejtori i teatrit Petro Marko të Vlorës, Artur Dhamo. Përveç se mirësi, paqe, dashuri për gjithë, uroj shumë që viti 2026 të sjellë begati për gjithë familjet. Duke qenë pjesë e artit, edhe ne duam shumë që 2026 të plotësojmë edhe në aspektin artistik për të dhënë kënaqësi të gjithë qytetarëve. Kisha u vizitua këtë të enjte të 25 dhjetorit edhe nga shumë besimtarë. Ata shprehin urimet e tyre për këtë festë të rëndësishme të lindjes së Krishtit. Gëzuar për shumë vjet për gjithë popullin, e gjithë kristianët e musulmanët, është festë e shënuar, festë lindja e Zotit Krisht. Për neve, Zoti Krisht. Lind. Zotit zëmbra, gëzuar të gjithëve, shëndetje mbarësi. Gëzuar gjithë popullit shqiptar nga do që janë gëzuar e për shumë vjet. Harmoni, dashuri për njëri tjetrin. Shëndetje, lumturinë për të gjithë familjet e qytetarëve. Familje, bashkim, sa më shumë shëndetje dhe paqe mendore mbi të gjitha. Gëzuar Krishtlindje, viti i ri të gjithë shqiptarët kudo që janë. Të jetë një vit i mbarë për gjithë. Gëzuar për shumë vjet, gjithë të mirat, gjithë populli tive i mbarë, një vit i mbarë i gëzuar, edhe familjarët tuaj mi që jeni këtu, edhe ju gëzuar, edhe gjithë të mirat qartë.